Shikues, tani është momenti për gatuar super recetën për sot, një recetë të jetë thjesht. Sot s'kemi as pasta e as risotto, por kemi salmona, kemi një copë të salmonit të freskët, të cilën do ta marinojmë. Ju ftoj gjithë juve nëse jeni në shtëpi dhe keni kohë, marinimin ta lani salmonin deri në 30 nga 30 deri në 60 minuta, pasi që do ta thith më shumë sojën dhe erëza tjera, të cilat do të ndihmojnë që kur të piqet, t'ju shkrihet në gojë. Tash ta kemi sot një drekë të shëndetshme, edhe thjesht, ku do ta kemi përveç salmonit jo ndonjë patate ose oriz, por një sallatë ku kam zgjedhur baby spinach. Pra, përveç salmonit do të kemi baby spinach, këtu kam një karrotë të cilën e kam bërë në rende më herët, kam qepë të reja të cilat në formën më të hollë i kam pre, edhe do duket një sallatë e bukur. Kemi sojan, kemi pak hudër, kemi 2 mandarina, o zot, është koha e mandarinave, dhe do të jetë një sallatë tepër e bukur, shumë ngjyrshë. Kemi pak susam, ku pasi të piqet salmoni, sipër do ta dekorojmë bukur. Kemi edhe mjaltën, ku do ta marinojmë pra salmonin me pak soja, vaj ulliri, i cili është më i miri në vendin tonë, vaj monini, si dhe për sallatën e kemi edhe nga ponti ufthullën e mollës 100% natyrale. Është momenti që t'i heqim unazat, t'i vendosim dorëzat dhe të fillojmë marinimin e salmonit. Okej, fillimisht do ta marrim dhe do ta riposim salmonin ja kështu. Do të marrim edhe pak piper të zi, ja kështu. Tani do të marrim pak hudër, pluhur, ja kështu. Ja, pra. Hudrën pluhur. Tani do të vendosim mjalt. Ja. Tani, do të marrim vajin më të mirë italian në treg, vajin monini, ja, do të vendosim pak vaj ulliri, ja kështu. Dhe krejt në fund, do të marrim sojën. Pra ju thash është një sallatë alla aziatike, sepse aziatët e përdorin shumë sojën, do të vendosim edhe në sojë. Edhe soja është, si thonë amerikan, the game changer i kësaj sallate. Dhe me një herë do të fillojmë që ta marinojmë ja kështu të dy anët. Kështu. Ja, të ta kthejmë mirë. Ja, pra jemi duke e marinuar salmonin, kemi vajin ekstra të virgjër të ullirit, kemi sojen, kemi mjaltën, kemi kripën, kemi piperin e zi, dhe të cilën, me që se jemi në emision dhe ta lëm 10-15 minuta, ju thash ju në shtëpit e juaja, ta lëni deri në 1 orë, 30 minuta deri në 1 orë, pasi që kur ta thith salmoni mirë këtë kombinimin e këtyre gërshëtimeve që i kemi këtu, dhe të shkrijeni kur ta hani. Kthehemi pas pak. Okej, atëherë deri sot na marinohet shikues salmoni. Tash të fillojmë ta bëjmë sallatën, një sallatë shumë e thjeshtë. Këtu kemi baby spinach. Tani do të vendosim në të karrotën, të cilën e kam bërë në rende më herët. Do të shkoj me pak kriptete, vetëm pak. Pak piper të zi për shije, ja kështu. Ja, pra, shkojmë pak piper të zi, ja kështu. Pa tjetër që do të vendosim vaj ulliri, ekstra të vegjër nga monini, ja kështu. Ja, pra, shkojmë pak vaj. Dhe uthulla 100% natyrale, nga molla, nga ponti që i kemi, ja do të vendosim e pak uthull, ja kështu, mjafton. Dhe të tërën do ta përzijem mirë, jo me lugë. Unë gjithmonë preferoj që të shkoj me dorë, sepse qysh e përzim dora mirë, luga jo.
të dëshirojmë që se cila gjethe e spinaqit të ketë super aromë. Ja kështu. O zë çfarë arome po vjen. O zot, shikohet çfarë aroma, s'kom qare pe provu një, hajde. No comment. Tani është momenti për ta pjekur salmonin, po shkoj me marë. Ja, qështu. Tani është momenti për të pjekur salmonin jo në temperaturë të lartë, sepse na digjet, dhe jo ta pjekni shumë se pastaj thahet. Do të krijojmë pra një salmon ku shtresa jashtme do të jetë më krokante dhe në brendi do të jetë e langshme. Ja, pra e kam lëshuar shporetin në temperaturë mesatare. Presim pak që të nxehet. Dhe që se kemi teknikën franke, ajo nxehet shumë shpejt. Krejt e dim që vaj ulliri digjet shpejt, pra do të vendosim pak vaj ulliri. Ja, kështu. Dhe tani do ta pjekim edhe salmonin të cilin e kemi marinuar për 15 minuta. Ju në shtëpit e juaja 15, jo, po 30 deri në 60 minuta, pasi që sa ma shumë që të qëndroj, aq më shumë bëhet aromatizues. Çfarë ere vaj po vjen me marë bukur edhe me ngjy. Atëherë, duke e ditur që salmoni është shumë delikat, e mos në nda, do t'ja kështu, dal nga dal, ja. Ja, kështu. Me ndihmën e shpatullës do ta kthejmë. Ja, kështu. Duke e ditur që mishi i salmonit shikoj se shumë delikat, pra ju duhet një pincet dhe një shpatull që dal nga dal që ta ktheni. Ja, tani do të shkoj me anën tjetër, ja kështu. Ja kështu. Okej. Ja, pra. Ta mbajmë kështu. Ja, që të na pishet. Ja, pra do të sigurohemi që çdo çosh i salmonit të na pishet mirë e mirë. Shporetin po e ndalim shikue, salmoni na është pjekur, ja. Hajde Cake, hajde fokus, wow. Çfarë arome, ja. Ta largojmë me një herë nga shporeti, si që thash, pjekja të jetë jo shumë, që mos na thahet mishi. E ka marrë këtë pjatë për sallatën, pas që do të krijojmë një kontrast. Ta vendosi pjatën këtu, dhe do ta marrë një dorës. Ja, kështu. Ja, pra dhe sallata e cila ka qëndruar për disa minuta, ende më shumë është aromatizuar. Ja, ta vendosim sallatën këtu. Kështu. Ja, ta marrim mirë dhe langur. Ta vendosim edhe salmonin, ja kështu. Tani do të marrim pak susam, e cila do të jep ngjyrë salmonit, ja pra një dekor. Tani do të marrim nga qepa, ja, cila na e zbukuron sallatën. Dhe krejt në fund e kemi mandarinën, pemën e vjeshtës dhe dimrit. Pra, ju thash është një sallatë shumë vitaminoze, një drekë shumë e thjeshtë, shumë e shpejt, edhe e bukur me u pa kur që vjen ndonjë mysafir. Ju bëft mirë kur të gatuani.
Shikues, kjo është dreka për sot, një salat aziatike të quaj me salmon të cilin e kemi marinuar me soja dhe shumë të mira të saj. Ju që nuk e keni pa recetën, pas pak e gjeni në YouTube, kemi baby spinach, mandarinën, kemi karotën, kemi më të mirat e kësaj bote. Ju bëft mirë kur ta gatuani dhe mos harroni na bëft pak të shija e anës. Po shkoj me bllokun e parë të marketingut, mos e ndrani kanalin sepse vetëm pas pak do të na vjen Rudina Qosja, ëmbëlsira e këtij epizodi, e cila do ta shijoj këtë sallatë, përndryshe kam gatuar për herë të parë. Orën do ta kthejmë pas pak të zallit. Mos harroni subscribe, like, follow shijen e anës në rrjetet tona sociale dhe mos e ndrani kanalin, që ndroni me Klan Kosovën dhe shijen e anës. Përdojnë se jo t'jashtë. Kemi piper të zi, kemi hudhër, salatën, poshtë kemi baby spinach, kemi një karotë të grier, e kam marinuar me uthull molle, vaj ullire, e shë recetën, provoje. Fantastik, fa recetën. Ma bën rap, ma bën qefin. Jo, s'po ta bëj qefin. Po, halo se provove. Jo, hajde. Salmoni fel. Okej, provoj pandej, po hajde. E ke edhe mandarinën, me qenë se është sezona e mandarinave, dhe shkon shumë me baby spinach. Edhe është një salat me... bravo, kemi qep të re, e kam... shësa im?